Një thirrje kam për forcat e rendit. Brenda gjirit tuaj ka njerëz të ndershëm, familjar të shkëlqyer, adhetar të flakt, njerëz të ligjit. Por brenda jush ka kriminal, kopuk, trafikant, të cilët nxi. Ju bëj thirrje, mos zbatoni urdhrat e tyre. Ju bëj thirrje, shmangni çdo përplasje me qytetarë që po mbrojnë interesat tuaja, interesat e familjeve tuaja, po mbrojnë interesin e vendit tuaj. Mos provoni, se kam vurë herën e fundit, edhe keni gjujtur, kishit futur edhe palaqo, që hyllnin kanistra gazin mes tyre e tjerë. Mos i zemroni qytetarët, se zemrimi tyre s'ka forcë të botë që i reziston. Mos i detyroni ata vinë për të marrë me Edi Ramën, jo me ju. Ata vinë për të marrë me ata që u vjedhin ju. Ata vinë për të marrë me ata që zbojnë shqiptarët nga Shqipëria. Ata vinë me mos u bëni mburoje tyre. Mos merrni atë mision, se gjithjetën nërgjegja do t'u vras. Ndaj dhe protesta ardhshme, edhe po u bashkuat me protestuesit, do bëni aktin më patriotik, më të mençur, më adhetar. Nuk mbrohet Edi Rama, nuk mbrohet Lumi Balluku, nuk mbrohen hajdutët, nuk mbrohet organizata kriminale. Këto ditë që na kanë met të gjithë bashku, në çdo derë, në çdo votër, në çdo zemër, të bashkohemi, se jemi drejt fitores. Jemi të sigurt, po ecim drejt fitores. Dhe këtë fitore e duam me gjithë shqiptarët, e duam me qytetarët të ndershëm të këtij vendi, të cilët i thonë Shqipërisë Shqipëri, familjes familje, të cilët nuk pranojnë kurrë shpërbërjen e saj, nuk pranojnë kurrë transformimin e saj, të cilët i kanë besuar dhe i besojnë vlerave hyjnore dhe njerëzore të familjes.